Gazetar Kastriot Tahirin, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Kastriot, po filloj me ty. Cilat janë statistikat që dolën sot? A ka ende nevojë për të pritur, ndoshta për detaje më të hollësishme të raportit më të përgjithshëm, apo me këto mund të mjaftohemi? Po, faktikisht, pra e kemi pasur sot pas dite Ministria e Arsimit që i publikoi të dhënat për sa i përket kalueshmërisë në testin e maturës, e patëm që rezultatet treguan që i kemi diku 4% më pak kalueshmërinë se sa vitin e kaluar, të pas parasysh që herën e fundit kemi pas një kalueshmëri prej 73.3%, pra ajo që është thënë prej Ministrisë së Arsimit në këtë rast është që nuk kemi pas detaje për sa i përket detaje më të hollësishme, pra për sa i përket çështjes. Nuk kemi pas. Jo. Ajo që na është thënë prej drejtorit të divizionit për standarde dhe vlerësim në Ministrinë e Arsimit, nuk kemi pas ndonjë detaj, po mendoj në një afat shkurt, pasi që po pretendojnë që me e bë një më të hartuar dhe më të detajuar për sa i përket çështjes së kalueshmërisë. Po ashtu e vërejtëm që gjithmonë duke u referuar asaj çfarë thonë prej Ministrisë së Arsimit, këtë vit pra që nuk qëndron shumë keq kalueshmëria, tu e pas parasysh që sipas tyre nuk ka pas ndonjë ndryshim drastik me qujt në këtë kontekst, po që kanë më e rëndësishme kanë ndoshta kjo pjesa që krejt maturantët faktikisht janë mobilizuar me qujt kështu, por me u fut në për grupe të ndryshme në për Viber, qoftë në për platforma tjera Facebook, për me kopju. Ka pas një numër të madh të grupeve që vetë se i kemi pa e që kanë kalu gati 8.000 e antarëve në për ato grupe, po ajo që u kanë pak më ndryshe se herave të kalume, u kanë që kemi pas ndoshta një periudhë pak më të gjatë kohore, to e pas parasysh që jo sikur vitin e kaluar ku ju ndash vetëm 2 minuta me u shpërnda testet, po kësaj radhe ka zgjat edhe 6 minuta më shumë, pra i bie që dikon ka minuta e 8 kanë dalë totalisht të shpërnda testin në për krejt platformat e mundshme, e që i ka mundësu gjithve po ashtu me kopju. Po që a ke tjetër risi kësa here është që testit e maturës ju kanë nështru edhe ChatGPT-a që është përdor mjaft shumë për me i gjetë përgjigjen ndoshta prej kësaj platforme inteligjencës artificiale që është. Do t'i komentojmë këto metodat e sofistikuara të kopimit, ashtu siç i quajtur Mustafa, si përqindje fillimisht në rezultatin e përgjithshëm, a mund të komentohet, a është diçka për t'u shqetësuar? Po jo vetëm ky rezultat i këtij viti, po edhe rezultatet e viteve të tjera, po të janë këto që publikohen, atëherë do të ishin të kënaqshme. Po ne po realiteti është ndryshe, tani më pak. Absolutisht realiteti është ndryshe, po na do të nëse e bëjmë një rikthem prapa me po maturën, atëherë dim që për herë të parë ligji për maturën shtetërore është miratuar në vitin 2008 dhe atëherë me ligj është parapo që kalueshmëria të jetë 50%. Po kriteri i kalueshmërisë ka qenë 50%. Ndërsa në vitin 2014 është ndryshuar ky në i ligjit dhe kriteri i kalueshmërisë nga 50 është ulur në 40%. Logjikisht, në momenti që është ulur kalueshmëria, kriteri i kalueshmërisë, atëherë ka pas nevojë që ulet kriteri. Jo, por absolutisht e panevojshme ka qenë. Bile arsyetimi kur është bën atko, kanë pas nevojë të fryjnë shifrat. Pikërisht kjo, domethënë artificialisht është rrit vlera e kalueshmërisë, përqindja e kalueshmërisë, sepse kur ka qenë kriteri i kalueshmërisë 50%, numri atyre që kanë kalu ka qenë më i vogël. Dhe e di që atë në vitin 2014, kur është bë kjo, është thonë që kjo po bëhet me qëllim të ngritjes së cilësisë në arsim. Dhe më kujtohet që unë kam reaguar atëherë dhe kam thonë që asnjë ulumtim në botë, asnjë studim në botë nuk ka treguar që mund të ngritet cilësia duke ul kriterin.